Unë gjithmonë vi me vra. Po, atër punë, ja. Që kom po unë. Po, e na i sfidër. Andrea. Ma vetëm të hajnë bukër, mos jetë kështu, a i ke fakiri, ky ke stalla. Kërmiri. Uru për lytën. Fermer. A jeni të ndigju? Yes. Fermer, në agendën tuaj ditore të punëve në ferm do të jetë përfshirë edhe parcela me perimet e mbjella nga vetë ju. Sot do të bëni prashitjen, plerimin dhe vaditjen e parcelave. Në ditët në vijim, do të kryeni vaditjen e parcelave 2 herë në ditë, para dite dhe pas dite. Big Mama, si krye fermere, dhe Andrea, si fermer me eksperiencë në këtë fush, do të mbikëqyrin procesin. Ju e dini që bimët dhe kafshët janë shpirti fermës, ndaj duhet të jeni gjithmonë të kujdesshëm ndaj tyre. Agaj. Vetëm pak. Tani, vishe një gjithë me veshje... Si të ndoni? Po. Unë isha në punë dherë të shi. Jo, më thire, po më kishe dhonë punë. Oke, randë mos e exagero, ha shpejt e shpejt, edhe veshe një gjithë gati, shkojmë atje. Po këtë do prashisim. Ka grupe, ja. Veshu një ju, për qatë, a e ndi që që tha? Po i kemi prashit. Përfshi edhe Andrea si fermer me eksperiencë që edhe ju spjegon. Gjithë dhëtë punoni edhe gjithë dhëtë asi, dindajmë ne, kush dhe prashite si dhe prashite, qa të bëhe? Edhe që Më farë, Big Mama, një pytje. Një pytje. Ne kemi prashitje këto që kemi mbjellë. Qa do i që mbjellin? Jo, nuk është prashitje, është mbjellë do mbathet. Prashitja është tjetër. Hidhet pleu, bëhet mbatja dhe... plehi dhe meret antje. Pastaj bëhet vaditja. Okej, këtyre që i kemi mbjellë njerë. Që janë domatet, janë ato spejt. Veglat i kemi mbas të vendi. Jo spinaci, jo Kështu që qo hapuk e ranë mos hupko. Që e bun. E ranë në 2 minuta me ongërbuk, 5 minuta, 10. Po plevoja. Ja, po të presim. Po prit, sa të du. Salata dhe spinaci, ajo govata që është pa karrot, ajo do të marrë baj dhe njën, ishala ka bërë lopa, si ku një lopak tjetë, hollohet me ujë ajo edhe vaditën atoja. Speca. Ato salata dhe spinaci. Ka nevoj për këtë më kështu. Po, vetëm vijat e salatës dhe spinaqit, do merret baj gënjom, pa kaq, kupton? Do ta hedhim tek ajo atje tek govata e karrocës, do të trazojmë me ujë, aq sa të ketë ngjyrë mjafton, edhe do hidhet në çdo lloj vijet sallatës dhe spinaqit. Mja hedhë onët. Ndërsa domatet hidhet pleu, bëhet mbatja, pastaj bëhet vaditja. Se dheu e ruan pleun, e kupton? Qa do i bëjmë, do Do të them si ta domatene. bëjmë, e kupton, po jo, jam në vetëm. Të rebuni, ma e botrie, me në shdo pupja. Disa janë tërbuarse, është tërbuarse. Aty thash se gjatë ditës Andrea nuk e di, vetëm rezultati që e tregon sa shumë mirë je për kujdes për serën atje. Wow. Na ta shikosh nga larg, ashtu duket e. Jo më Andrea, ti e ke pa shef. Po 2 herë në ditë është pak. Ma nisa. Qotire. Pa jo, është me qetësim me dashni dhe rezultati më i mirë. Si? Mra pas ka kamera. Ku mra pas ka kamera? Ta të dyja. Këtu, po mos ketë këtu kamera, më kapa ju për para. Tek parcelet. A, te parcelat. Po ma Zonja thua qep. vetëm mua, apo po i thua dhe dikuj tjetër? Ty. E po jo, s'po shkoj atje se me që s'ka kamera, nuk motivohem për të biseduar atje. Ndoshta mund motivohem për diçka tjetër, ku i dihet. Ja. Ti mëre pse s'shohesh të vishesh? Sa të mbinë pak buka në barë. Mire, këtë mu më kërën pak. Sorry. Frederik! Hola, Frederik.
Mos e pash, mo që të pash. To mo baba i thash. Ma do mo baba i dash. A më bret, as më bret. O, busani vret të flet. E a më bret, as më bret. Unë aktivizohem vetëm te kjo. Što je ko? Që rekao je ko më ropa, kështë. Këtë, XXL, mijat. Vazhdo atje pas ka marrë. Po këta? Zvugla. Lë. Qatë. Qatë. Lej kamera. Shikoj ti se si do kupojnë këta bimët. A shupën domatet, ato ishin vdekura. Syke, nalëve. Ke pore, ato ishin vdekura plako. E të marrë ple unë, pa më thënë fare askush. E të marrë ple, në 2 anë vija të domateve, i mbulova, i lash 3 dit aty, i vadita, i mbatha, ajo ka tërbu. Janë tërbu, i thasha ndojeli, djelën do bëjmë vjelin e pari. Pa, djelën, ajo kësë janë fare. Do bëjmë vjelin e parë kungullit e re. Në data 15 është vjelja e specit. Birë, më dhe mos u përzite kjo puni, kam thënë. është puna ime ajo. Traktorat, veglat, qash, bujtësia, kasitja.